Lënia e Kosovës jashtë pagesës së parë nga plani rritjes i Bashkimit Evropian si pasojë e masave që vazhdojnë të jenë në fuqi apo mosparparimit në dialog me Serbinë, po konsiderohet e padrejtë nga njohësit e çështjeve politike. Zyrtarët e BE-s thanë javën e kaluar se ende nuk ka vendim parafinancimi për Kosovën dhe për Serbinë nga paketa e rritjes për Ballkanin Perëndimor dhe se BE-ja është duke shqyrtuar këtë çështje. Për sa përket kushteve të tjera, Kosova dhe Serbia kanë parakosh edhe angazhimin konstruktiv në procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Por koha ka raportuar se për Serbinë pothuajse ka përfunduar procedura dhe se shumë shpejt do të marrë pagesën e parë në vlerë prej mbi 100 milion eurosh. Analisti Lulzim Veliu thotë se kjo do të ishte qasje e padrejtë e BE-s në raport me palët. Është kjo për shkak të sanksioneve që i është dhënë Kosovës, apo këtu po bëhet fjalë për politikan jo të drejta kundër Kosovës, ndoshta po bëhet fjalë për ndëshkimin e politikave të udhëhequra tash e 4 vite nga qeveria e Zotit Kurti, e cila në parim nuk ka qenë shumë në pajtueshmëri me faktorin ndërkombëtar, jo vetëm me Bashkimin Evropian, por edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai shton se sido që të jetë kjo, është një padrejtësi e madhe që i bëhet Kosovës. Pasi ne e dim shumë mirë se Serbia pas gjithë atyre negociatave është vend që organizoi sulmin terrorist në Banjska, është sulmi në kanalin e Iber Lepencit, pra vjen sërish poashtu nga Serbia dhe nuk ka asnjë masë ndëshkuese kundrejt Serbisë. Ndërsa Kosova mori sanksione para sa vitesh, e tani shkakja e tyre sanksioneve është pasoja edhe mos përfitimi nga fondet e Bashkimit Evropian për zgjerim. Derisa Serbia pritet të marrë pagesën e parë prej parafinancimit, sa i përket Kosovës, problem paraqet edhe mos ratifikimi i marrëveshjes në kuvend. Sipas një përllogaritjeje jo zyrtare, Kosova do të mund të përfitojë mbi 880 milion euro nga ky plan i rritjes. BE-ja tashmë i ka kryer pagesat e para nga plani i rritjes për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.